diçka tjetër. Si pak që si ju lutëm. Ta kuptoj, cilat e në të gjërat që pëthohen atje, diçka tjetër, diku tjetër. Me leni mua ju lutëm. Pavarësisht asaj që ne mund të dim, të mbahet ky kursi që kanë qenë përfaqësues politik. Deri në një situatë tjetër. Ata kanë qenë edhe themelus të UÇK-s, edhe luftëtar të UÇK-s, edhe përfaqësues politik, edhe politikanët të cilët e kanë ndërtuar shtetin e Kosovës. Kush e vënon në diskutim këtë post Serbisë? Po, veç ta diskutojmë. Post Serbisë, kush e vënon këtë në diskutim? Që ata kanë qenë ndonjë luftëtar. Kush e vendos post Serbisë ndonjëherë? Nëse mbrojtja atyre ka vendosur të mbajë një kurs të tillë. Çfarë kursi po mban mbrojtja atyre? Më trego. Që nuk kanë përgjegjësi. Kush tha? Që nuk kanë përgjegjësi. Përgjegjësia komanduese dhe mos pjesëmarrja në luftë janë dy gjëra të ndryshme. Po prandaj të lutem shumë. Përgjegjësia komanduese. E konsideroj që shumë media më shumë mbrojtja e cilit të lutem, ma citon një moment kur mbrojtja e cilit ka thënë që Hashim Thaçi nuk ka marrë pjesë në luftë. Unë konsideroj që në tendencë mbrojtja e cilit prej luftëtarëve aktual. Je duke frapur të pavërteta të lutem. Nëse konsideroni të arsyeshme, vazhdojeni bëjeni kështu. Unë e konsideroj që duhet jo, nëse ti vazhdon me të pavërteta dhe thua që je duke bërë mirë me të pavërteta, ti thua mbrojtja ka thënë që këta nuk kanë marrë pjesë në luftë. Mbrojtja e cilit ka thënë që këta nuk kanë marrë pjesë në luftë ose nuk janë luftëtarë. Kanë qenë përfaqësues politik. Kush ka ka qenë thënë? larg Kush ka thënë? frontit të luftës. Vetë kanë thënë mbrojtje. Ma tregon një citat të mbrojtjes, një dokument ku thotë që Hashim Thaçi nuk ka luftuar. Përkundrazi. Nuk e ka marrë citatet me vetë. Po se nuk din dhe flet të pavërteta në studio. Se edhe nuk e lexuar edhe flet. Nuk është hera e parë që bëni një gjë të tillë dhe kjo sepse po përhapni shumë të pavërteta zëna Hajdari. Nëse ty nuk të konvenon ky version, atëherë kjo është problemi juaj. Zëna Hajdari. Ne që kemi përcjellur e kemi dëgjuar kështu. Mirë. Zëna Hajdari. Nëse ju ma gjeni një dokument, një deklarat, një citat të mbrojtjes së Thaçit, ku thuhet që Hashim Thaçi nuk ka marrë pjesë në luftë, unë publikisht nuk dal asnjëherë në studio. Nëse nga nesër nuk ma gjeni një dokument, një citat, një deklarat të tillë, atëherë ju do të kërkoni falje nesër publikisht, apo? E konsideroj shumë të panevojshme akllarimet dhe marrim përsipër të një opinioni tim që unë e jap në këtë studio. E për ma tepër e konsideroj krejt panevojshme më marr me diçka që kemi